Presidenti i Senatit italian Pietro Grasso ka mbyllur vizitën në Tiranë, duke dhënë një konferencë për shtyp me gazetarët. Grasso i përgjigj pyetjeve të gazetarëve për aktivitetet kriminale, sidomos në ato pjesë ku është e përfshirë edhe mafia shqiptare. Presidenti, që për 43 vjet ka qenë edhe pjesë e sistemit gjyqësor italian, tha se mes dy vendeve kanë ekzistuar trafiqet e drogës, arme por edhe mbetjeve toksike. Grasso dha edhe një rekomandim se pasuritë e organizatave kriminale duhet të sekuestrohen, por në një periudhë të vështirë ekonomike, mund t'i ofrojë njerëzve në nevojë. Grasso ndal edhe te sistemi gjyqësor, duke dhënë disa ide se kjo pjesë e rëndësishme e shtetit mund të jetë e pavarur. Duhet që të sekuestrohen pasuritë e organizatave kriminale dhe këto t'u ofrohen personave që kanë nevojë, veçanërisht në periudha të tilla krize. Ne kemi informacion se po ndërmerren reformat e duhura nga qeveria aktuale, siç është ajo territoriale. Reformat janë shpresdhënëse por të pamjaftueshme. Nuk mjaftojnë vetëm reformat, por edhe njerëzit për t'i zbatuar. Unë për situatën kriminale kam një informacion që të para një viti, por unë mund t'ju them se ka patur një lloj kalimi të drogës nga Ballkani, nga deti dhe toka. Madje kemi bërë disa hetime dhe na ka rezultuar se ka ekzistuar një pikë grumbullimi të drogës mes Kosovës dhe Shqipërisë për t'i shpërndarë më pas në Europë. Një sistem gjyqësor i pavarur është shumë i rëndësishëm. Për sistemin gjyqësor duhet një polici gjyqësore e pavarur që varet nga prokuroria. Në Itali KLD-ja kontrollon edhe prokurorinë, në Shqipëri jo. Ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Më herët presidenti i Senatit është nderuar me titullin doktor honoris causa nga Universiteti i Tiranës për kontributin e shuar në luftën pa kompromis kundër korrupsionit, por edhe krimit organizuar, si dhe përpjekjen e tij në forcimin e shtetit të së drejtës.